Merkata e peshkut në Vlorë e përfunduar tashmë dhe që nuk është vendosur ende në funksion, ka probleme menaxhimi. Kështu mendon Sherif Durmishaj, administratori i qendrës së peshkimit në Radhim. Sipas tij, nëse markata do të vendoset në funksion, kjo gjë do të jetë shumë pozitive. Shiko, porti i peshkimit është bërë një investim, aty për mua është menaxhimi i vonuar, nuk është investimi, mendoj. Unë mendoj që ajo është një risi shumë e fortë dhe në përjashtim me merkatot që janë bërë nga Ministria e Bujqësisë edhe nga grandet që kanë ardhur nga Evropa, siç është Lezhë dhe të tjera, Vlora ka një efekt goxha strategjik shumë të mirë. Mendoj që sa më shpejt të vihet në punë, mendoj që do jetë një mirë për gjithë sektorin e peshkimit, për qytetarët, por pse jo dhe për këdo që do të mendoj të jetë pjesë e asaj strukture. Administratori i qendrës së peshkimit në Radhim, Sherif Durmishaj, thotë se nëse merkata e peshkut do të vendoset në funksion, ajo do të sjellë siguri për konsumatorët, konkurrencë të brendshme dhe transparencë. Gjithashtu, do të dihet origjina e peshkut, por do të jetë edhe një trend turistik. Shiko, e para njerë stabilizon kulturën detare, që do të thotë, atje do ketë një emërtim peshku. Unë nuk kam punë me kulturën tënde, nëse ti nuk kupton nga tipologjia e peshkut, nga cilësia e peshkut, njeriu, klienti do jetë më i sigurt aty, se do ketë një konkurrencë të brendshme, nuk është shumë vatra që Baxhi i thot një peshku kështu apo ai tjetri thot një peshku kështu. Atje do ketë transparencë. Edhe klienti nuk do merret, nuk ka punë njeriu me kulturën e klientit, do ketë tabelën e tij ku do përcaktohet kur zën ky peshk, çfarë të mirat e të keqja ka, nga vjen ky peshk. Nuk ka asgjë të keqe që të shesësh dhe peshkun e një lokaliteti tjetër. Por duhet të dish origjinën e peshkut dhe kjo është shumë e rëndësishme tek konsumatori. Dhe për të saj mund të krijohet një trend turistik, siç unë e kam në eksperiencën time, duke kristalizuar gjërat në një formë të tillë, ka funksionuar mirë. Edhe mbi të gjitha e vërteta. Shpesh me kolegët e mi them, më është mirë të fitojmë nga e vërteta, jo nga gënjeshtra. Në fund ti do shesësh peshku. Nuk ke punë me kulturën e mosnjohjes të dikujt në drejtim të peshkut. Ti ke punë me atë çfarë ti afron klientit. Edhe të rrish dhe një normë fitimit të caktuar që më duket dhe e drejtë. Durmishaj thekson se mezi pret që markata e peshkut të vihet në funksion. Unë bile mezi pres në kuptimin e fjalës që ajo të vihet në eficiencë. Sepse është unë mendoj kështu që deti, peshku, sektori peshkimit është një ambient shumë i gjerë, është një gamë shumë e gjerë. Dhe sa më shumë të operojmë dhe sa më shumë të bëjmë reklam, aq më mirë do jemi të gjithë. Edhe duke detajuar me bif, domethënë dhe për shumë njerëz që operojnë në sektorin e peshkimit, unë sot nuk bëj më thjesht peshkatari. E kam krijuar, jam në biznes më. Edhe pse më pëlqen peshkimi dhe them të drejtën, kur shkoj në det i le hallet në tokë. Edhe ndihem mirë në det. Por që mendoj që kjo do jetë shumë gjë e mirë, në rast se do vihet në një eficiencë të zgjuar, inteligjente dhe me njerëz të vlefshëm.